Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, përshëndetje. Unë jam Flutura Akasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ. Partia Demokratike dhe mbështetësit e saj u mblodhën mbrëmjen e kësaj të hëne përpara kryeministrisë në një protestë kombëtare kundër qeverisë dhe kryeministrit Edi Rama. Tubimi u thirr pas refuzimit të mazhorancës për të lejuar heqjen e imunitetit të deputetes Belinda Balluku, për të cilën SPAK ka kërkuar arrestimin. Balluku akuzohet për korrupsion në tendera, ndërsa ndaj saj SPAK dhe GK kanë vendosur masën e sigurisë pezullim nga ushtrimi i funksioneve. Megjithatë, gjykata kushtetuese e riktheu atë në detyrë deri më 22 janar datë kur pritet shqyrtimi në themel i çështjes. Protesta e paralajmëruar si nisja e stinës së protestave filloi me rreth 30 minuta vonesë. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ju bashkua protestuesve në orën 18:30 duke marshuar në këmbë nga selia blu drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit, i shoqëruar nga deputet të PD-s mes tyre Flamur Noka dhe Oert Bylykbashi. Në shesh u pan gjithashtu figura të tjera të opozitës, përfshirë Ervin Salianin. Fjalimi i parë në protestë u mbajt nga deputeti i PD-s Belind Kolliçi, i cili deklaroi se tubimi nuk është një ritual politik, por një përgjigje qytetare ndaj sipas tij një regjimi të korruptuar. Zia ka rënë në pallatin e korrupsionit. Gjumi i tyre është prishur përfundimisht. Ata hyn e dalin nga kjo godin, jo për qeverisur, por për dy arsye: për të zhdukur provat e krimeve dhe për të mbledhur prova kundër njëri tjetrit. Visi ka ruajtur mesazhet e Ballukut. Balluku ka ruajtur mesazhet e Palloshit, ndërsa Gysi i ka filmuar që të gjithë. Ju e dini tashmë se mekanizmi përbindësh ka rënë me parat e pasuritë e shqiptarëve. Kjo bandë siguroi për 13 vite me radhë vota, aleanca, mbështetje, lobim ndërkombëtar, Karlo Media, krim dhe luks të shfrenuar personal. Kolliçi akuzoi qeverinë për zhdukje provash korrupsion dhe përfshirje në skandale financiare, duke deklaruar se mekanizmi i pushtetit sipas tij është shembur. Më pas fjalën e mori kryetari i grupit parlamentar të PD-s Gazmend Bardhi, i cili tha se prania e qytetarëve në shesh është shenjë e nevojës për ndryshim. Por pushteti vjell nuk vjell vetëm ca para, vjell jetën tuaj, vjell mundësinë tuaj, vjell të ardhmen e fëmijëve tuaj. Sot kam një mesazh edhe për ata që janë të shumt, që do donin tishin me zemër këtu, por që na shohin nga shtëpia me dyshim, me lodhje, ndoshta edhe me frikë. Kjo nuk është protesta e një partie, kjo është protesta e njerëzve që nuk duan më të nëpërkëmben. Jam këtu për t'ju thënë se ju nuk jeni vetëm, ne nuk kemi frikë, sepse ju nuk keni frikë. Këti pushteti i janë tundur themelet dhe Edi Rama është sot njeriu më i frikësuar në Shqipëri. Në fund të protestës, fjalën e mori kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili e cilësoi tubimin si nisjen e një betejë vendimtare për rrëzimin e qeverisë. Të dashur miq, ju flas sot në një nga momentet më kritike të kombit, jo vetëm në 35 vite e fundit, por ndofta gjatë gjithë historisë së tij. Nuk ka shqiptar që beson më se Edi Rama ikën me votë. Mund të ketë tek këtu njerëz që besojnë se mund të ikën me drejtësi. Opozita ja doli ti dëshmoj botës se të përfaqëson narkoshteti shqiptar. Ja doli ti faktoj botës se si Edi Rama shtroi në fars votën tuaj. Ja doli të faktoj se Edi Rama është armik i egër i pluralizmit, se është një bos i karteleve më të rrezikshme të drogës në Europë. Ai na ka shpall luftë, ne i shpallim luftë. Ai ka shpall luftë shqiptarëve, ne i shpallim luftë armikut shqiptarëve. Le ta shërbej ky takim madhështor proteste për një betimi njerëzve të lirë, betimi burrave, grave guximtar, i djemve dhe vajzave guximtar. Të bashkohemi sa më shumë dhe në emër tuaj ftoj të gjitha forcat politike opozitare, ftoj çdo opozitar, ftoj çdo guximtar të bashkohet në këtë betejë, në këtë betejë vendimtare për fatin e këtij kombi që po shuhet, që po shkretohet, për fatin e këtij vendi të bekur, nga i cili po largohen bi dhe bijat e saj se nuk i besojnë më, pavarësisht se ka pasurit me prallore, për familjen shqiptare,
të cilët duan me çdo kusht ta shkatrojnë, ta shkonfigurojnë, sepse mbarti kombin nga shekulli në shekull, nga midhjeçar në midhjeçar, dhe tani duhet ta zhdukin kjo racë. Edi Rama sonte është një kufon politike. Rilindja sonte është një kufon politike. Ajo pret funeralin, do t'ja bëjmë ne funeralin. Ndaj dhe ju fanoroj për unë me ndërim të madh. I keni bërë vendin një shërbim të jashtëzakonshëm. Ju garantoj, jeni lodhë, keni dal nga shtëpitë tuaja, keni ardhur nga anë e këmbë, por rrallë ndonjëherë keni dhënë kontribut kaq të madh. Kjo protest shënon fillimin e një procesi të pandalshëm që do të përfundojë ose me largimin e Edi Ramës nga pushteti ose me shuarjen e opozitës. Ne do ta vazhdojmë betejën në çdo formë në parlament, në shesh, në protesta dhe greva. Berisha u bëri thirrje të gjitha forcave opozitare dhe qytetarëve të bashkohen kundër qeverisë, duke theksuar se protesta e 22 dhjetorit është vetëm hapi i parë një përballjeje të gjatë politike. Ju njohim me zhvillimet politike, ku do të sjellim informacionet kryesore të politikës në vend, por gjithashtu dhe reagimet e aktorëve kryesor të politikës. Në prag të protestës së thirrur nga Partia Demokratike, autoritetet kanë ndërmarrë masa të shtuara sigurie në qendër të Tiranës. Kryeministria dhe institucionet përreth janë vënë në kontroll të rrep policor, ndërsa 10 automjete dhe mbi 1300 efektiv të policisë së shtetit janë angazhuar për garantimin e rendit dhe sigurisë publike. Sipas burimeve zyrtare, perimetri i sigurisë përfshin jo vetëm godinën e kryeministrisë, por edhe akset kryesore rrugore përreth saj. Krahas policisë së rendit në teren janë vendosur forca të ndërhyrjes së shpejtë, patrulla të shumta këmbësore dhe efektiv civil, ndërsa është hartuar edhe një plan i posaçëm për menaxhimin e trafikut dhe lëvizjen e qytetarëve. Nga ana tjetër, opozita ka nisur përgatitjet për tubimin, duke vendosur podiumin përpara kryeministrisë. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka akuzuar kryeministrin Edi Rama për korrupsion dhe ka përsëritur thirrjet për arrestimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku pas asaj që opozita e cilëson si një sër skandalesh të njëpasnjëshme. Në ambientin përpara kryeministrisë janë shfaqur edhe pankarta me mesazhe politike kundër qeverisë, ndërto slogani i pangopuri i fundit i Europës, ndërsa organizatorët presin pjesëmarrje të gjerë të qytetarëve dhe strukturave opozitare. Autoritetet policore bëjnë me dije se janë në gatishmëri të plot për të garantuar që protesta të zhvillohet në mënyrë paqësore, duke respektuar të drejtën e tubimit, por edhe rendin publik. Deri në këtë moment nuk raportohet për incidente, ndërsa situata në teren po monitorohet në kohë reale. Protesta pritet të nisë në orët e pasdites, ndërsa policia e shtetit u ka bërë thirrje qytetarëve të shmangin zonën përreth kryeministrisë dhe të ndjekin udhëzimet e forcave të rendit. Qeveria ka bërë të ditur rishikimin e 4 të buxhetit të shtetit për vitin 2025, ku është vendosur shpërblimi prej 15.000 lekësh për çdo familje që trajtohet me ndihmë ekonomike dhe për personat me aftësi ndryshe. Ministri i Financave Petrit Malaj deklaroi se 15 miliard lekë do të shkojnë për këtë skem përmes fondit të pensioneve dhe financimit të reformave të reja sociale. Sipas ministrit, më shumë se 148.000 qytetarë, përfshirë kujdestarët e tyre, do të marrin këtë shpërblim për fund vit. Janë mbështetja financiare për familjet të cilat përfitojnë ndihmë ekonomike, si dhe për personat me aftësi të kufizuar apo kujdestarët e tyre. Masa e mbështetjes financiare në formën e bonusit të fundvitit do të jetë 15.000 lekë apo rreth 150 euro. Në total, nga kjo nisëm do të përfitojnë rreth 148.500 qytetarë me një fond total prej rreth 2.2 miliard lekësh. Veç familjeve në nevojë, Ministri i Financave foli edhe për fondin e posaçëm të pensioneve. Është vendosur që për të gjitha ato fonde të cilat nuk do të shpenzohen nga ministrit apo nga institucionet buxhetore, do të kalojnë në fondin e veçantë të pensioneve pranë Bankës së Shqipërisë. Nga një vlerësim paraprak që ka bërë Ministria e Financave, vlerësohet se shuma e cila minimalisht do të kalojë në këtë llogari do të jetë në masën 150 milion euro. Rishikimi i buxhetit synon gjithashtu të mbështesë pushtetin vendor, duke lehtësuar shlyerjen e detyrimeve të papaguara, të cilat arrin në 1.2 milion lekë. Qeveria nënvizon se ky fond është pjesë e politikës për mbështetjen sociale, për të përmirësuar kushtet ekonomike për familjet më të prekura dhe personat me nevoja të veçanta.
Në një aktivitet të zhvilluar këtë javë, Ministri i Bujqësisë Andi Salla prezantoi një platformë digjitale dhe një asistent virtual në portalin e fermerit, një mjet i dedikuar për informim, udhëzim dhe trajnime direkte në terren. Qëllimi i këtij inovacioni është të ndihmojnë fermerët të plotësojnë standardet e kërkuara nga tregjet europiane dhe të përmirësojnë praktikat e tyre në bujqësi, sigurinë ushqimore dhe peshkim, duke ju referuar kapitujve 11, 12 dhe 13 të bisedimeve me Bashkimin Evropian. Kryeministri Edi Rama theksoi se mbështetja për fermerët ka pasur një rritje të ndjeshme gjatë qeverisjes socialiste. Numri i fermerëve që merrnin një mbështetje simbolike nga shteti ishte 5600. Sot është 67500. Dhe nuk bëhet fjalë për mbështetje simbolike, bëhet fjalë për një mbështetje që peshon. Sipas kryeministrit, mbështetja për sektorin e bujqësisë do të arrijë në 100 milionë euro në vit, duke mos u kufizuar thjesht fondet, por duke i dhënë prioritet projekteve efektive dhe qëndrueshmërisë së tyre. Për askënd nuk do të jetë çështje lekësh, për askënd nuk do të jetë çështje fondesh. Për gjithkënd do të jetë çështje e projektit të duhur dhe e garancive të duhura të dijes për zbatimin e projektit. Çdo projekt që do të jetë i duhuri dhe që do të mbështetet me dije nga ana e çdo aplikanti, as nuk diskutohet që do të financohet në një mënyrë ose në një tjetër, në një rrugë ose në një tjetër. Kryeministri vuri theksin në kapitullin më të vështirë me BE-n, të sigurisë ushqimore. Pra, nëse ti je problem për sigurinë ushqimore në lushnjë, ti bllokohesh në lushnjë dhe mbaron. Mirë po, instrumentat e kontrollit dhe mënyra se si zhvillohet jeta e fermës në tregun e përbashkët evropian nuk ka asnjë krahasim me çfarë bëjmë ne sot këtu, nga pikpamja e rreptësisë, rigorozitetit, saktësisë dhe cilësisë. Dhe prandaj duhet të përgatiteni sot çdo ditë për atë ditë. Dhe prandaj duhet përgatitemi në shumës sepse edhe ne kemi pjesën tonë përgjegjësisë në këtë aspekt. Platforma e prezantuar pritet të sigurojë mbështetje praktike dhe të drejtë për drejtë për fermerët, duke mundësuar qasje më të lehtë në udhëzime, trajnime dhe informacione mbi kërkesat e tregjeve europiane, si dhe menaxhim më të mirë të produkteve dhe resurseve bujqësore. Në një konferencë të zhvilluar vetëm 5 orë para nisjes së protestës, ish kryeministri Sali Berisha bëri thirrje të hapur për bashkimin e të gjitha forcave politike, opozitare dhe qytetarëve që ndihen pjesë e opozitës për t'u bashkuar tubimit të paralajmëruar kundër kryeministrit Edi Rama. Ftoj të gjitha forcat politike opozitare, të gjitha ata që ndjehen opozitar, pavarësisht nga dallimet që kemi, të bashkohemi sot për t'u dëshmuar shqiptarëve dhe botës se nuk ka forcë që të nëndaloj dhe të pengoj pa përmbysur regjimin më armiqësor, më të keq, që shqiptarët kanë njohur në histori. Berisha u shpreh se protesta shënon nisjen e një procesi të pandalshëm politik dhe se pritet të jetë një kthesë e madhe në skenën politike shqiptare. Tu kemi të bëjmë me një puç antikushtetues. Ai pasi mori pushtetin gjyqësor me një vendim korruptiv të gjykatës kushtetuese, ai mori parlamentin, pushtetin e parlamentit. Ai theksoi se përfundimi i këtij procesi do të vijojë ose me largimin e kryeministrit nga pushteti ose me shuarjen e opozitës. Zbresim në shesh, pasi Edi Rama përdori gjykatën kushtetuese, organin më të lartë, për të firmosur licencën e vjedhjeve të tij dhe qeveritarëve të tij pa u shqetësuar. Dolëm në shesh pasi Edi Rama bllokoi tentativën e fundit të prokurorëve për heqjen e imunitetit. Ish kryeministri deklaroi gjithashtu se opozita do të vazhdojë betejën e saj politike duke përjashtuar bojkotin e kuvendit si mjet veprimi. Ne e kam deklaruar nuk marrim pjesë në asnjë nga komisionet në të cilat negocioheshin reformat me narkomazhorancën. Por parlamentin nuk e bojkotojmë, do zhvillojmë luftë dhe betejë aty si kundër, në shesh, në rrugë, në greva, në demonstrata, në gjitha format. Tani, nata dhe dita, toka dhe qielli janë tonat. Altin Dumani ka lënë zyrtarisht stafetën e drejtimit të SPAK-ut kolegut të tij Klodian Braho në një ceremoni të zhvilluar shkurtimisht në ambientet e prokurorisë së posaçme. Në fjalën e tij Telam Tumnierës, tashmë ish kreu i SPAK-ut e cilësoi drejtimin e institucionit si një privilegj të madh, por edhe si një detyrë të mbushur me sfida të vështira. Dumani u shpreh se gjatë mandatit të tij SPAK është përballur me vendime të rëndësishme, sfida institucionale dhe presione të forta, por se puna është udhëhequr gjithmonë nga integriteti dhe profesionalizmi. Në rrugën tonë jemi ndeshur me
me vendime të vështira, sfida institucionale dhe presione të mëdha. Në çdo hap kemi punuar me integritet, profesionalizëm dhe vendosmëri. Sot mund të them me bindje se SPAK është më i fortë, më i konsoliduar dhe më i besueshëm se më parë. Këto arritje janë rezultati i punës së palodhur të gjithëve, prokurorëve, oficerëve të byros kombëtare të hetimit, hetuesve financiar, ekspertëve, stafit administrativ, kabinetit dhe të çdo punonjësi që ka kontribuar me ndeshmëri dhe kuraj. Drejtuesi i ri i SPAK, Klodian Braho, foli shkurtimisht për prioritetet e tij duke theksuar se marrja e detyrës përfaqëson një angazhim të drejtë për respektimin e kushtetutës dhe mbrojtjen e pavarësisë së institucionit. Ai u shpreh se objektiv kryesor do të jetë forcimi i mëtejshëm i besimit të qytetarëve tek drejtësia. Marrja e detyrës më shumë se një moment simbolik është angazhim për të respektuar kushtetutën dhe ligjin, për të mbrojtur pavarësinë e SPAK-ut dhe për të forcuar më tej besimin e qytetarëve. Falë mbështetjes së pakurrësyer të partnerëve ndërkombëtar, SPAK-u po forcohet si strukturë solide e ndjekjes penale. Dëshiroj të vlerësoj parashtrimin e detyrës zotin Kraja për kontributin e tij në momentet e vendosjes së gurëve të parë të institucionit për të marrë formën që ka sot, si dhe zotin Dumani për guximin dhe integritetin e tij duke forcuar profilin e SPAK-ut dhe duke rritur besimin e publikut. Në ushtrimin e kësaj detyre, fokusi im, siç edhe kam përmendur para Këshillar të Prokurisë, do të mbetet forcimi i funksionimit të brendshëm, respektimi rigoroz i standardeve ligjore dhe garantimi i pavarësisë së prokurorëve të posaçëm në ushtrimin e detyrës. Biroja kombëtare e hetimit dhe sektori i hetimit financiar janë shtylla të rëndësishme të SPAK-ut. Bashkëpunimi i ngushtë dhe i bazuar në besimin reciprok mes prokurorëve dhe hetuesve do të vijojë të forcohet, duke shënuar hetime më cilësore dhe rezultate konkrete. Institucioni do të vazhdojë të komunikojë në mënyrë të qartë me media dhe publikun, duke respektuar kornizën ligjore. Në mbyllje, drejtuesi i prokurorisë së posaçme theksoi se do të vijojë forcimin e funksionimit të brendshëm të strukturës, duke nënvizuar se misioni i SPAK-ut shkon përtej mandateve individuale të prokurorëve dhe lidhet drejt për drejt me ndërtimin e një drejtësie të pavarur dhe të besueshme. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi bëri me dije se 5 anëtar të Këshillit të Imunitetit dhe Mandateve, përfshirë vetë Bardhin, Ken Strazimiri, Erd Bylykbashi, Elta Hoti dhe Sajmir Korreshi, janë drejtuar kryetarit të Kuvendit Niko Peleshi me kërkesë që Këshilli të mblidhet ditën e nesërme. Qëllimi i kërkesës është të vijojë shqyrtimi i kërkesës së SPAK-ut për heqjen e imunitetit të deputetes Belinda Balluku. Megjithatë, deri më tani nuk ka një datë caktuar për mbledhjen, pasi kryeministri Edi Rama bëri të ditur dje se Këshilli nuk do të mblidhet derisa gjykata kushtetuese të japë vendimin përfundimtar në 22 janar për pezullimin e Ballukut nga detyra qeveritare. Mbledhja e fundit e Këshillit të Imunitetit dhe Mandateve u zhvillua me 19 dhjetor, me pjesëmarrjen e 10 deputetëve, 5 nga PD-ja dhe 5 nga PS-ja, si dhe 3 prokurorë të SPAK-ut, përfshirë drejtuesin e ri të institucionit Klodian Braho dhe 2 prokurorëve të çështjes Dritan Prençi dhe Dorina Bejko. Në këtë mbledhje u diskutuan çështje të rëndësishme lidhur me hetimin dhe procesin e shqyrtimit të imunitetit, duke vendosur një shtyrje deri në vendimin e gjykatës kushtetuese. Kalojmë tek aktualiteti, ku do të pasqyrojmë ngjarjet më të rëndësishme në vend, me fokus, duke dhe duke prekur drejt për drejt i jetën e qytetarëve. Gati 7 muaj pas nisjes së gjykimit në themel për dosjen Partizani, mbrojtja e ish-kryeministrit Sali Berisha ka paraqitur kundërshtimet e saj duke vënë në pikpyetje qartësinë e akuzave të SPAK. Avokatja Klodiana Gjyzari theksoi se nuk është bërë qartë se cili veprim konkret i atribuohet klientët të saj dhe cilat kanë qenë pasojat e këtij veprimi, duke kërkuar që gjykata të specifikojë faktet e akuzës. Duke u referuar kallëzimit të bërë nga Taulant Balla, që sipas mbrojtjes nisi hetimin për klubin sportiv Partizani, avokati argumentoi se denoncimi publik i Ballës nuk pati hetime të mënyrshme dhe se çështja u aktivizua kryesisht kur politika e kërkoi vetë këtë veprim. Gjyzari hodhi poshtë frazën e përdorur nga SPAK se të gjitha fajet i ka Saliu, duke nënvizuar se vendimarrjet kanë qenë kolegjiale dhe se çështja e pronave në klubin Partizani mori zgjidhje në vitin 2008, ndërsa aktiviteti i filluar në vitin 1995 nuk lidhet drejt për drejt me përgjegjësinë e ish-kryeministrit. Në këtë proces gjyqësor janë të përfshirë gjithsej 8 pandehur, mes të cilëve 3 shoqëri biznesi dhe ndër ish-kryeministrit janë Arbër Maltezi dhe biznesmeni Fatmir Bektashi. Mbrojtja kërkon sqarime të qarta të akuzave dhe distancim të përgjegjësive individuale nga vendimarrja kolegjiale, duke vendosur në pa pretendimin se ish-kryeministri nuk mund të mbajë përgjegjësi për çdo vendim të marrë në mënyrë institucionale nga sport klubi në entitetet përkatëse.
Një ditë pas plagosjes së ndodhur në qytetin e Kukësit, dy vëllezërit Fatri dhe Ndriçim Izeberi, të moshës 38 dhe 39 vjeç, të shpadhur në kërkim janë vetë dorëzuar paraditën e kësaj të hëne në policinë e Kukësit. Sipas hetimeve paraprake, dy vëllezërit u përfshinë një konflikt fizik me shtetasin Sadik Kapica, 65 vjeç, për motive të dobta në një zonë të njohur si dëshmorët. Gjatë përplasjes, policia dyshon se Ndriçim Izeberi e ka goditur 65 vjeçarin me qytën e një armë zjarri pistolet. Sipas autoriteteve, nga pakujdesia, arma shkrepur duke e plagosur rënd edhe shtetasin Amarildo Cena 36 vjeç, i cili nuk ishte lidhje me konfliktin. I plagosur u transportua me urgjencë drejt Spitalit Universitar të Tramos në Tiranë, ku po merr mjekim dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Pas vetëdorëzimit, policia ka vënë në pranga Ndriçim Izeberi, ndërsa vllai i tij, Fatri Izeberi, banues në Kodurlum, është proceduar penalisht në gjendje të lirë. Në cilësinë e provës materiale, autoritetet kanë sekuestruar armën e zjarrit që dyshohet se është përdorur gjatë ngjarjes. Hetimet për zbardhjen e plotë rrethanave të konfliktit vijojnë. Një aksion i përbashkët i policisë dhe inspektoriatit të mbrojtjes së territorit në qytetin e Vlorës i organizuar për lirimin e hapësirave publike nga bizneset që zënë vend në mënyrë të palishme u shoqërua me një incident të dhunshëm, duke nxjerrë në pas fidat e zbatimit të ligjit në terren. 3 persona, Irfan Dalipaj, 58 vjeç dhe 2 djemtë e tij, Drisel, 27 vjeç dhe Fabio, 23 vjeç, kundërshtuan ndërhyrjen e inspektorëve për prishjen e tendave dhe ushtruan dhun ndaj drejtorit të IKMT-s dhe inspektorit që e shoqëronte. Përplasja përfshill dhe 2 efektiv të policisë të cilët ndërhyjnë për të parandaluar përkeqësimin e situatës. Në përpjekje për të rikthyer rendin dhe për të ndaluar dhunën, njëri prej policëve përdori armën e shërbimit duke qelluar në ajër, një masë e cila nuk shkaktoi lëndime. Autoritetet nënvizojnë se përdorimi i armës në këto kushte ishte detyruar për të parandaluar përplasjen fizike më të rëndë dhe për të siguruar mbrojtjen e stafit të ITMT-s dhe qytetarëve. 3 persona janë dalur dhe po procedohen penalisht për përfshirje në konflikt dhe dhunë ndaj punonjësve të institucionit dhe policisë. Policia dhe IKMT theksojnë se aksioni për lirimin e hapësirave publike do të vijojë edhe në ditët në vijim, duke ruajtur rendin dhe sigurinë e qytetarëve dhe se nuk do tolerohet asnjë formë dhune ndaj punonjësve që kryejnë detyrën. Të nderuar teleshikues, do të kalojmë tek informacionet më të rëndësishme në botë dhe rajon, duke sjellë tek ju ngjarjet ndërkombëtare më të rëndësishme, të cilat do t'i sjellin në një blok materialesh të përgatitur enkas. Presidenti francez Emmanuel Macron dhe presidenti rus Vladimir Putin priten të zhvillojnë një bisedë telefonike këtë javë me fokus arritjen e një marrëveshje e paqe me Ukrainën. Kremlini bëri të ditur se udhëheqësi rus ka shprehur gatishmëri për të angazhuar një dialog me homologun e tij francez, duke sinjalizuar një mundësi riangazhimi diplomatik pas një periudhe të gjatë të tensioni. Nga ana e saj, presidenca franceze konfirmoi se e mirëpret këtë gatishmëri dhe se në ditët në vijim do të vendoset forma më përshtatshme për vijimin e kontakteve. Eliseja thekson se çdo dialog do të zhvillohet në transparencë të plotë me presidentin e Ukrainës, Volodymyr Zelensky dhe me partnerët evropian, duke përjashtuar negociata të njëanshme. Macron ka deklaruar javën e kaluar se do të ishte dombishme për Europën të rifillonte kontaktet me Putinin pas pothuajse 4 vite sheshtje diplomatike për të garantuar se kontinenti nuk do të mbetet i përjashtuar nga procesi negociator. Ky qëndrim vjen në një kohë kur Bashkimi Evropian kërkon një rol më aktiv në bisedimet për paqen. Të premten udhëheqësi BE-s rënë dakord të ofrojnë Ukrainës 90 miliardë euro mbështetje financiare për qëllim mbulimin e bështëkut buxhetor që kërcënon stabilitetin e vendit. Fondi do të sigurohen përmes hakmarrjes në tregjet e kapitalit, pasi vendet anëtare nuk arritën konsensus për përdorimin e aseteve ruse të ngrira për shkak të kundërshtimeve, veçanërisht nga Belgjika, ku ndodhen shumica e këtyre aseteve. Kontakti i fundit mes Macron dhe Putin daton në korrik të vitit 2025, kur ata thyen 3 vite heshtje për të diskutuar jo vetëm për Ukrainën, por edhe për situatën e Izraelit dhe Iran. Megjithatë, ajo bisedë 2 orëshe nuk solli rezultat konkret, ndërkohë Kremlini ka bërë të ditur se bisedimet mes Shtetet të Bashkuara dhe Rusisë mbi një propozim armëpushimi po përparojnë në mënyrë konstruktive. SBA pritet të zhvillojë negociata këtë fundjavë në Miami të Floridës, në kuadër të përpjekjeve të presidentit Donald Trump për t'i dhënë fund të luftës gati 4 vjeçare. I dërguari special i Trump, Steve Witkoff, e vlerësoi si produktive dhe konstruktive takimet e fundit me delegacionin ukrainas, duke theksuar se edhe këshilltarit të lartë europian të sigurisë kombëtare ju bashkuan diskutimeve për të harmonizuar një qasje strategjike mes Ukrainës, SBA-s dhe Europës. Do të ndalemi tek parashikimi i motit për ditën e nesërme për t'ju informuar rreth kushteve atmosferike.
Territori shqiptar për datën 23 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, duke sjellë mod kryesisht të vrenjtur dhe reshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga vranësira të dendura, ndërsa pasditja dhe mbrëmja do të sjellin reshje shiu më të theksuara në zona qendrore dhe jugore të territorit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 15 gradë Celsius në zonat e ulta dhe bregdetare. Gjatë ditës priten shumë pak intervale me diell, kryesisht në zonat e izoluara. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi juglindor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 23 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 23 dhjetor do të jetë rreth orës 6:57, ndërsa perëndimi rreth orës 16:22 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 7 deri në 12 gradë Celsius. Kukës 6 deri në 10 gradë Celsius. Peshkopi 5 deri në 10 gradë Celsius. Tiranë 11 deri në 14 gradë Celsius. Durrës 9 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj 9 deri në 13 gradë Celsius. Elbasan 9 deri në 15 gradë Celsius. Berat 8 deri në 13 gradë Celsius. Korç 2 deri në 5 gradë Celsius. Vlorë 10 deri në 14 gradë Celsius. Gjirokastër 7 deri në 12 gradë Celsius. Sarand 10 deri në 15 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 23 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme me reshje shiu në disa zona. Paraditja do të shoqërohet me vranësira, ndërsa pasditja dhe mbrëmja do të sjellin reshje shiu në shumicën e qyteteve. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 8 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 23 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 23 dhjetor do të jetë rreth orës 6:56, ndërsa perëndimi rreth orës 16:12 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 0 deri në 7 gradë Celsius. Podujev -2 deri në 6 gradë Celsius. Skënderaj -1 deri në 6 gradë Celsius. Pej 3 deri në 7 gradë Celsius. Prishtinë 0 deri në 8 gradë Celsius. Gjakov 0 deri në 6 gradë Celsius. Malishev 0 deri në 7 gradë Celsius. Gjilan -1 deri në 8 gradë Celsius. Ferizaj 0 deri në 8 gradë Celsius. Kaçanik 0 deri në 7 gradë Celsius. Suhare 0 deri në 7 gradë Celsius. Prizren 0 deri në 6 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë lajme dhe zhvillime të reja, ju lutojmë klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv. Mund të na ndiqni gjithashtu edhe në rrjetet sociale, Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime të reja në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programeve të Drita Televizion. Bashkë do takohemi në edicione të tjera. Miru takofshim.